në lidhje me kallëzim që kanë bërë por një krim zgjedhor të drejtuesit të Bashkisë Dibër, kryetarit të Bashkisë Rahim Sfahiu dhe drejtorit të shërbimeve të mbështetjes Bedri Kamberi. Të dy këta persona janë kapur në flagrant në pas rrëzimin që ka bërë, duke vënë në shfrytëzim dhe duke përdorur asetet publike pikërisht në kohën e fushatës zgjedhore. Këto kanë patur të gjithë kohën e mjaftueshme dhe nevojshme që këtë rrugë ta ndërtonin për 12 vjet, mirë po ashtu siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe qarkun e Dibrës, infrastruktura rrugore është lëshuar për dëshiruar. Unë kam akoma dhe fakte të tjera, të cilët pavarësisht nga kallëzimi penal që kanë bërë, këta ka guximin dhe vazhdojnë dhe bëjnë punime në disa fshatra, si në ndërtim të ujësiasit, në ndërtim të shtrimit me asfalt dhe punime të tjera.